Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik, si mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pra, sigur se edhe e dini, kjo është dersi ose ligjërata e dytë e radhës, në të cilën vazhdojmë me lejen e Allahut me komentin e haditheve të një prej librave, të cilët janë libra të hadithit, një prej librave më të bereqetshëm, prej librave më të njohur, prej librave të cilët janë ose kanë një farë kabulli ose një farë pranimi në umet, pra prej librit Kopshtet e Devotshmeve, pra librit Riyadhus Salihin, i cili padyshim se është një prej librave më të bereqetshëm dhe është prej librave të cilët normal nuk ka pothuajse shtëpi prej shtëpive të muslimanëve, të cilët vetëm se në raftet e tyre pra gjendet ky libër i bereqetshëm. Mirë po si çdo libër, e sidomos kur flasim ne për librat e hadithit, normal i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam prej veçorive të tij është se formën e të shprehurit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur, si më thon, të thjesht. Pra ka pasur mundësi që çdo njeri ta kuptoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe të folurit e tij ka qenë dal nga dal, edhe ka qenë i qartë. Edhe fjala ose fjalit të cilët kanë qenë fjalë përmbledhëse. Pra kur themi fjalë përmbledhëse, nuk ka fol shumë gjatë. Mirë po atë të cilën e ka thonë, ajo si më thon ka zonë vend, edhe domethënë ka diçka e cila ose substanciale ose diçka e cila është thelb. Për këtë arsye edhe Imam Neveviu, sigur se edhe keni dëgjuar në ligjëratat e mëhershme, e ka bërë këtë përmbledhjen e këtyre haditheve, të cilët hadithe e përmbajnë pra krejt islamin në përgjithësi, pra duke filluar prej sendeve bazike, pra saj sendeve sekondare dhe sendeve domethënë të cilat janë më pak të rëndësishme se sa sendet të cilat janë primare edhe bazike, duke filluar prej imanit, edhe duke filluar, pra sikur se edhe dini pra ligjëratën e kaluar, ka qenë rreth sinqeritetit. Pra është përmendur hadithi i parë, innamal a'malu binniyat, pra veprat janë sipas qëllimit. Pra jo rastisht autori e ka nisur këtë libër, këtë përmbledhje të haditheve, jo rastisht e ka nisur edhe e ka përmendur këtë hadith madhështor. Pra veprat janë sipas qëllimit. Pse? Për arsye se sinqeriteti, niyeti, sinqeriteti i shëndosh o themel, bazë e çdo vepre të cilën ti ke me e bën. Pra çdo ibadet të cilën ti e bësh, lidhet me atë e cila është sinqeritet i zemrës. Për këtë arsye edhe çdo ibadet të cilën e bën njeriu, nëse nuk ka sinqeritet, më thonë është pluhur e hi, asgjë s'është. Për këtë arsye edhe Allahu xhallahu ala ka përmendur në ajet kuranore dhe ka thënë: "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Edhe ne atyre u prezantuam atë çka ata e kishin vepruar, edhe u bën pluhur e hi. Pse? Mungesa e sinqeritetit. Pra s'ka pasur sinqeritet në veprat të cilat i kanë bën. Kanë bën vepra për të pa për njerëzve, për si e fatësi, e pa marrë parasysh për çka, për cilët sebepe, për çfarë mjete, edhe më pastaj e pret shpërblimin. Pra nëse nuk e ke bën për hir të Allahut, ditën e Kiametit shko te ai. Personi për cilin e ke bën për hir të atij, shko prej atij kërko sevape. Mos kërko prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo ibadet nuk ka mundësi që të jetë valid. Edhe do të thonë që ky ibadet mos jetë sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra njeriu në ditën e Kiametit nuk do pyetet vetëm për punët e këqija. Pse e ke bërë këtë vepër të ndaluar? Thot, është një ajet, wallahi është ajet i frikshëm. Thot Allah subhanahu wa taala: "Liyas'al Allahu as-sadiqina an sidqihim." Allahu i pyet të vërtetit për vërtetësinë e tyre. Pra Allahu i pyet të vërtetit për vërtetësinë e tyre, se sa kanë qenë të vërtetë në vërtetësinë e tyre. Jo, nuk flasim për rrena, për mashtrime, për fjalë të këqija, për shpifje kështu me radhë. Jo me yas'al Allahu as-sadiqina an sidqihim. Dita në të cilën Allahu i pyet të vërtetit për vërtetësinë e tyre. Para mendo, Allahu pyet për vërtetësinë e njeriu i cili është i vërtetë. Mos flasim ne për gënjeshtra, për fjalë të kota, për shpifje, për muhabete të kota, për llafe pa lidhje kështu me radhë. Pra ajo ditë është njeriu, domethënë, na ditë merren lloari për çdo gjë.
E mbi të gjitha, e cila do me thonë ndoshta na jep një farë sigurie, edhe pse siguri s'ka, besimtari është gjithmonë mes frikës dhe me shpresës, është që ibadetet bëhen sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra hadithi i parë të cilin e kemi mësuar, pra janë veprat sipas qëllimit, pra njeriu shpërblehet sipas veprave të cilat ai i ka bë. Pra thot dietari i njohur Sufjan el-Thauri, s'kam shëruar diç më të rëndë se sa niyeti, pra se sa sinqeriteti. Jam munduar me veten time të shëroj problemet të cilat i kam. Kam shëruar këtë ves, fjalë të këqija, tradita të këqija, probleme. Mirë po s'kam shëruar diçka më të rëndë, thot, se sa sinqeriteti. Sepse pse është sinqeriteti rëndë të menaxhohet ose të ruhet? Për arsye se ka mundësi që çdo moment të ndryshohet. E ke nis një punë për hir të Allahut, mirë po pas një periudhe ka mundësi të ndryshojë në jetë. Sa njerëz kanë filluar një punë për hir të Allahut, ta bëjë më sa nditë, më thonë ka dalë për të shquar mes e njerëzve, për të përmendur, për të falenderuar për njerëzve, e kështu me radhë. Pra niyeti i vëllezër ndershëm kërkon përmirësim të vazhdueshëm. Nuk ka unë e kam bën këtë për hir të Allahut. Ndonjëherë ekziston një farë sigurie, sidomos në disa vepra, të cilët janë vetëm mes teje dhe me Zotin tënd. Pra ka vepra të cilët nuk i din askush. Si din as bashortja, si din as i afërmi, as nana, as bab, as shok i afërt nuk e din. Edhe njeriu shpresoj që të jetë i sinqert në veprën të cilën e ka bën. Mirë po, e ke bën për hir të Allahut, me kalimin e kohës ka mundësi që njeriu të ndryshojë niyeti. Edhe ta shfaqë diçka të cilën ai më herët e ka bë, edhe domethënë ta degradojë veprën për të cilën ka bën, ka dhënë sakrificë, ka dhënë djers e kështu me radhë. Ndërsa vetë Allahu xhallahu ala na ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe ato nuk janë urdhëruar me diçka tjetër, illa liya'budullah, përveç se që ta adhurojnë Allahun, mukhlisin lahu ad-din. Sinqerisht edhe atitja përkushtojnë pra fen. Kjo është ajo për cilën ne jemi urdhëruar, ta adhurojmë Allahun xhallahu ala edhe të jemi të sinqert në veprat pra të cilët i bëjmë. Niyeti është ai për të cilën thot Abdullah ibn Mubarak: sinqeriteti është shpatë e Allahut në tokë, në çfarë do që ta vendosh ka me preje. Për këtë arsye edhe Allahu subhanahu wa taala jep bereqet në disa vepra të cilët janë të sinqerta. Ndoshta një njeri ose një vepër e cila bëhet për hir të Allahut, ndoshta mbas asaj vepre nuk qëndron një grup i madh i njerëzve. Nuk qëndrojnë miliona edhe ose qindra mijë euro. Mirë po ka sinqeritet në atë vepër e cila bën. Shumë pak kushton. Flas me ato kriteret materiale tona. Ndoshta shumë pak kushton. Mirë po impakti i asaj vepre, efekti i asaj vepre ka me qenë i madh. Pse? Çka e ka zmadhuar këtë vepër? E zmadhon niyeti. Thot njëri prej dietarëve: "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyya." Ndoshta një vepër e vogël e zmadhon niyeti e bën të madhe. Rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyya, edhe e kundërta. Ndoshta një vepër e madhe, niyeti nuk është i sinqert, pra atë vepër e zvoglon. Shohim në lloj-lloj thirrje në dunjë. Thirrjen degenerim, thirrjen kom pa marrë parasysh çka përveç dinit Allahu xhalala, qoftë ideologji ose pa marrë parasysh çka. Mirë po, e shohim se shumë pak ka impakt. Edhe pse jepen miliarda edhe miliarda në, më thënë, derdhe në përkontot e atyre, çka ju lehtësohen krejt rrugët. Për degenerim, mirë po, s'kan bereqet. Ndërsa është diçka e vogël, pas të cilës thash, nuk qëndron një grup i madh i njerëzve ose një pare e madhe, mirë po Allahu subhanahu wa taala jep bereqet. Për këtë arsye, ka shumë transmetime të cilët vijnë prej gjeneratave të hershme, prej gjenerata e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët ne i kemi si shembulltir, pra e kemi të dërguarin Allahu sallallahu alajhi wasallam, shembulltir dhe i kemi sahabët edhe gjeneratat e para, të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Shekulli më i mirë ose gjenerata më e mirë është shekulli im, pastaj gjenerata pas, pastaj gjenerata pas. Edhe nëse shohim në historinë e këtyre gjeneratave të hershme të muslimanëve, gjejmë subhanallahu ndodhi të çuditshme, të cilët na tregojnë neve se si duhet qetë ose si duhet të ruhet ky sinqeritet, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu xhallu ala, pra i dërguari Allahu sunet shumë ka fol për sinqeritet. Edhe jeta e tij, suneti i tij është krejt sinqeritet. Sa ajete kuranore na tregojnë neve
që ti përmbahemi pra sinqeritetit. Transmetohet prej se El-Harith ibn Qais, i cili thot, nëse të vjen shejtani në namaz dhe të bën vezvese, se e ke namazin për sy e fatësi, atëherë thot, zgjate ende më tepër namazin, për inat ati. Për inat shejtani, zgjate ende më tepër namazin, nëse ai ka bë vezvese në këtë aspekt. Transmetohet prej Rabi' ibn Huthaym, i cili thot se kur dikush vinte ta vizitonte në shtëpi këta, se ishte i vjetër në moshë. Kur vinte ta vizitonin, e mlonte musafin me diçka. E me ndonjë tesh ose me ndonjë qosht të atyre, më thonë, mbulesa që kanë qenë. E mbulonte musafin. Pse? Mos thuj njerëzit ose këtij ti rritet mendja, elhamdulillah, tas sa e lezohet, tas sa e kryta hatme. Jo vetëm maç. Musibeti që e kemi ne tash, rrjetet sociale, publikimi në rrjetet sociale, tu lezu Kur'an, tu fal namaz, e kështu me radhë, të cilët e cënojnë sinqeritetin. Më thonë, kemi problem ne me sinqeritet, më thonë, jo vetëm ndoshta Allahu e din më së miri se si është sinqeriteti jon, po edhe ai pak sinqeritet, edhe atë e cënojmë edhe e degradojmë pra me vepra duke e publikuar. Ne nuk themi se çdo njeri i cili e publikon lezimin e Kuranit ose ndonjë ibadet e kështu me radhë, nuk themi ne ta akuzojmë atë, se ne nuk kemi njerëz të cilët është obligimi jon të gjykojmë njerëzit. S'është jon të gjykojmë. Mirë, po njeriu duhet të ketë frikë për veten e vet. Jo të kem frikë se çka kanë me thonë njerëzit. Të kem frikë unë për veprën time të cilën e bëj. Kjo duhet të jetë ai fokusi jon pra kryesor. Thot Abde ibn Abi Lubabe, thot, njerëzit më afër si e fatësisë janë ata të cilët ndjehen të sigurt se s'kan si e fatësi. Pra shive çfarë kuptimi. Njerëzit të cilët janë të sigurt se për hir të Allahut e kanë bën. Ata të cilët ndjejnë siguri, ata janë më afër pra si e fatësisë, edhe pra janë të tillët në rrezik. Thot Ebi Hazim el-Medini, thot, fshehi veprat e mira, ashtu sigur se i fsheh veprat e këqija. Kjo e rondosh pak, se krejt ne kemi veprat të këqija. Dikush ma pak, dikush ma shumë, dikush është provuar me disa vepra tjera, dikush është provuar me disa vepra tjera, mirë po çka? Mirë po flasim për ne si komunitet musliman. Nuk kemi dëshirë që ne vetë na publikohen veprat e këqija, edhe i fshehim. Ka një kategori e njerëzve nuk i fshehin, e publikon, e bën haramin, e publikon krejt rrjetet sociale, ta shoh krejt dunjën se çka do bën. Mirë po, flas për muslimanët në përgjithësi. Ata të cilët shpresohet që të jenë shembulltyr, pra thot fshehi veprat e mira, ashtu sikur se i fshehen veprat e këqija. Ndërsa veprat e këqija, krejt mundohemi t'i mbulojmë. Muna i shohë dikush tjetër, pse turprohemi prej asaj. Pra edhe veprat e mira është mirë që një besimtari t'i fsheh, edhe padyshim se kjo është më e mirë për çka? Është më e mirë për sinqeritetin, është më e mirë për ditën kur do dalësh përpara Allahut subhanahu wa taala. Sepse dysimet pa, një njerit vetëm se ndoshta luan pak diçka këtu mrenda. Luan ajo, elhamdulillah që kanë pa dikush se ketë shku pam pa asnjëri. Ndërsa në ditën e Kiametit s'ke mundësi që ati që është i marrë se vape, edhe kumbo, jo, vallah, Allah subhanahu wa taala është ai i cili është pra shpërblimi edhe dënimi. Rjemi te hadithi i dytë me radhë, pas të cilit e ka përmendur, e ka radhitur autori rahimullah hadithi të cilin e transmeton Buhariu edhe Muslimi prej Aishës radhiyallahu anha, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një ushtri do ta luftoj Qaben, por kur do arrin në një rafshin, do t'i fundos toka prej të parit deri te i fundi. Thot Aisha, thash, o i dërguari i Allahut, si mundet që Allah t'i fundos të gjithë prej të parit deri te i fundi, kur në mesin e tyre ka njerëz që bëjnë shitblerje dhe njerëz që s'janë prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Aishës, Allahu i fundos prej të parit dhe deri te i fundit, dhe ata do ringjallen sipas nijeteve të tyre. Pra këtu përfundon pra hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe ky hadith është në kaptinën e sinqeritetit. Pra bën pjesë pa hadithi i dytë me radh, i cili ka të bëjë me një ndodhi e cila do të ndodhë në të ardhmen. Një hadith i cili na e kujton neve një histori e cila ka ndodhur pra në periudhën përpara dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përpara shpalljes e cila i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtë pyetje e ka parashtruar më afërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkëshortja vet, Aisha, dhe ka treguar se përpara kiametit, përpara se të bëhet kiameti, ka me pas një ushtri
e cila ka me qenë ushtri masovike, me numër të madh të jashtëzakonshëm, të cilët do të nisen edhe do të mundohen që ta sulmojnë Ka'ben, që ta rrënojnë, ta prishin. Edhe kjo prishja e Ka'bes është si ëndër e shumë prej atyre të cilët janë dushman të Allahut subhanahu wa taala, armiqtë e Allahut. Gjithmonë e kanë këtë si ëndër. Mendojnë se me prishjen e një objekti prishet edhe Islami. Ashtu sigur se kanë menduar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mushrikët jo besimtarët, se do e vrasin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe do mbaroj çdo gjë, ose do vrasin filan personin, ose do vrasin filan grupin edhe do përfundoj çdo gjë. Harojnë se libri Allahu xhallahu ala edhe dini Allahu gjithmonë ka me vazhdu, pa marrë parasysh se sa luftohet, se sa bëjnë komplote, se sa mblidhen, se sa rekrutohen për ta luftuar dinin Allahu subhanahu wa taala, sërish feja Allahu xhallahu ala, pra vazhdon. Pra thot Allahu subhanahu wa taala për këtë Ka'be: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Edhe kur i ngriti Ibrahimi themelet, edhe Ismaili, pra kur i ngritën themelet e shtëpisë, pra Ka'bes, rabbana taqabbal minna, o Zot, pranoje prej neve këtë vepër. Innaka antas samiul alim, ti ai i cili dëgjon dhe ai i cili është i ditur. Pra kjo histori, këtë cilën na e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aleikum salam. Këtë të cilën na e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e përmenda, na e kujton, na e përkujton një ndodhi e cila ka ndodhur shumë më herët se sa t'i vinë shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na kujtohet rasti e breha i cili e sulmoi prej Yemenit. Pra ushtria me elefanta, të cilët u nisën për ta shkatruar pra Ka'ben. Pra u nisën prej Yemenit, prej jugu për ta shkatruar Ka'ben, pra në veri. Ndërsa në këtë hadith ka ardhur se kjo ushtri e madhe dhe ky numër masovik i njerëzve të cilët do mundohen që ta vinë edhe ta shkatrojnë edhe ta sulmojnë Mekën edhe Ka'ben, do jetë diku mes Mekës edhe Medines, në një vend i cili është vend i hapur, lugin, edhe pse ka, domethënë, kodrina të shumta edhe kodra të shumta shkëmbore, mirë po bëhet fjalë për një vend të cilin me precizitet nuk është precizuar pikërisht se ku. Mirë po është një vend, një lugin, pra një lugin e gjerë. Pra, dhe në kohën përpara Kiametit, ka me qenë pra kjo ushtri aq e madhe, sa që në mesin e tyre nuk ka me pat njerëz të cilët janë luftëtar. Ka me pasur në mesin e tyre edhe njerëz të cilët janë nisur edhe janë bashkangjitur atij karavanit të madh për biznes, ose për zaptim të tokës, ose për shpërngulje e kështu me radhë. Dhe me thonë, në mesin e gjitha tyre ushtrije të madhe, ose gjitha saj turme të madhe të njerëzve, pas ka me pat ndoshta e cila përdoret në atë vokabularën se fjalore e njerëzve, ka me pat edhe civilë të shumtë, të cilët janë bashkangjit. Për çka? Për X sebepe. Sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur bani hijret, ose kur bani hijret sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Mekës për Medinë, pat njerëz të cilët bani hijret edhe u shpërngulën për hir të Allahut sinqerisht. Mirë po pat edhe prej atyre të cilët u shpërngulën, e ka pa një femër të bukur, i ka lënë për shtypje, meqense ajo bën hijret, do bëj edhe unë hijret. Do martohem, mirë po hijreti i tij nuk është të më thonë për Allahun. Pra është për çka ka fituar? E ka fituar për të cilën ka bërë hijret. Pra, edhe për këtë arsye janë bashkangjitur këta karavanit për shkaqe të dunjas. Mirë po është interesant se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka treguar për këtë hadithin ka thënë do t'i fundose toka, do t'i përbije toka prej te i parit deri te i fundit. Edhe Aisha radhiyallahu anha kur e kanë dëgjuar i ka thënë të dërguari sallallahu alajhi wasallam, ka thënë oj dërguari Allahut, po në mesin e tyre ka njerëz të cilët janë luftar. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë pa marr parasysh, ata do t'i përbije tokat prej parit deri te fundit, mirë po njerëzit do të ringjallen përpara Allahut sipas nijeteve të tyre. Çka na mëson ky hadith? Prej dobive të shumta të këtij hadithit është pjesa pikërisht pse e ka përmend edhe pse e ka radhitur te kaptina e sinqeritetit vet Imam Neveviu. E ka më thënë pjesa e fundit e hadithit thotë ringjallen sipas nijeteve të tyre. Mirë po është interesant. Prej këtij hadithi çka mësojmë? Pjesëmarrja në zullum ose pjesëmarrja e një turme e cila përbëhet turm prej zullumqarëve, më thonë të involvon edhe ti në krimin e atyre. Edhe ti të kapën
dënimi i atyre. Pra je çka? Je pjesëmarrës në një krim. Ndërsa në ditën e Kiametit ata pra do të ringjallen sipas nijeteve të tyre. Pra e bën njeriu që të ketë epilogun edhe përfundimin e njëjtë, sigur se ato të cilët janë nisë për zullum, për ta prishur Ka'ben, për ta shkatruar, për ta shkatruar Mekën. Ndërsa rezultati është i njëjtë. Edhe ata fundosen edhe mbyten, pra edhe këta fundosen edhe mbyten. Ndërsa thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Edhe keni frikë dënimin i cili nuk i kaplon ata për juve të cilët vetëm ato kanë bërë zullum. Pra keni frikë prej dënimit i cili nuk i kaplon vetëm ato të cilët kanë bërë zullum. I kaplon krejt. Pra ndonjëherë dënimi i Allahut nuk i kaplon vetëm ato të cilët kanë bërë zullume, pa drejtësia, kanë grabit, kanë vrarë, jo, i kaplon edhe tjerët. E sidomos kur njeriu pra përzihet me njerëz të cilët janë zullumqtar ose janë për shembull në safin e gabuar, edhe ti domethënë je pjesëmarrës çka? Je pjesëmarrës, domethënë je në turmën e tyre. E shtove numrin e tyre në mesin e tyre. Për këtë arsye i ekspozohesh rrezikut të madh që ta marrësh dispozitën sikurse dispozitën cilën e kanë ato. Ata kanë bërë zullum, ti s'ke dalë me atë jetë, mirë po çka? Të kapën belaja edhe ti sikurse ata. Është një hadith tjetër, hadithi i gjatë, i cili ka të bëjë me luftën e Bedrit. Pra kur muslimanët dolën për në luftën e Bedrit. Edhe nga ana tjetër edhe mushrikët edhe jo besimtarët dolën për të ballafaquar me palën e besimtarëve. Pati shumë prej sahabëve të cilët më herët kishin bërë hijret, ishin shpërngul në Medinë. Mirë po pat një numër i konsiderueshëm i sahabëve të cilët s'patën mundësi që të shpërngulen. Më thanë, për X shkaqe, dikush është friguar pasuria, mos i humbe, dikush i friguar, mo i zaptohet shtëpia, t'ja marrë dikush biznesi, dikush i smurë, kështu me radhë, edhe çka ndodhën? Mushrikët kur e nisin ushtrin, regrutimin e njerëzve për të dalë në Bedër, i marrën edhe ato. Krejt i marrën. Edhe ato të cilët kanë qenë musliman, mirë po e kanë fsheh imanin e tyre. Se kanë publikuar imanin. Jo, hec me ne do vish, do dalem kundër Muhamedit. Edhe ti ke marrë me ne. Edhe ti e banor i Mekës. Sigur se të ne. Edhe ti paguaj shtatim. Krejt duhet me dalë. Than e kanë marrë edhe këto. Edhe çka dalin? Me than dalin në Bedër edhe fiton nga dhjen ushtria e muslimanëve, një pjesë e mushrikëve vriten, edhe një pjesë e tyre fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Al-Anfal, një pjesë e tyre i vrat, një pjesë të tyre e robruat. Edhe një prej atyre të cilët të robruan ishte edhe Abasi, i cili më herët e ka fshehur islamin e tij. Edhe kur vjen puna se çka me bëhen me këto robrit e luftës, disa prej sahabëve të rit, gjak nxeftit, edhe ato gjak ftohtit, edhe më plesht i kanë dhënë ato mendimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë këshilluar. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pasur si tradit, wa shawirhum fil amr, edhe konsultohu me ata në çështje. Pejgamberi ka pasur tradit, konsultohet, e merr mendimin e tyre. Edhe e ka marrë mendimin e sahabëve, çka të bëjmë me këto që i kemi zënë robër? Ka pat prej sahabëve që kanë thonë, ti djegim krejt. Le ta dinë se ne kemi këtë çështje serioz, sa ato na e kanë grabit shtëpinë tonë, na kanë vrarë, na kanë persekutuar, na kanë përzon, krejt këqijat na i kanë bërë edhe kanë ardhur edhe këtu të na vrasin, ato pas meritojnë asgjë për vetë se vdekje. Dikush tjetër, sigur se Omer radiallahu anhu, edhe ai propozon që të vriten krejt të cilët janë zënë robër, duke e pasur parasysh se në mesin e tyre ka pasur edhe për atyre të cilët e kanë fshehur islamin e tyre, mirë po kanë qenë të detyruar që të dalin. Me zori kanë marrë thjesht. Ndërsa Ebu Bekri radiallahu anhu propozon që të lirohen robrit, do thonë që të mësojnë shkrim leximin dikush kush ka mundësi edhe më pastaj të lirohen. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e merr mendimin e tjerëve, e merr mendimin e kujt? E merr mendimin pra e Ebu Bekrit, edhe ndodhen çka ndodhen, më pastaj edhe lirohen ato robrit pasi që e kryjnë atë obligimin e tyre çka është kërkuar prej atyre, ndërsa të nesërmen pasi që ndodh kjo, ky debat edhe ose kjo bisedë ose ky konsultim, zbret një ajet kuranor, ku thot Allah subhanahu wa taala: "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu ma kana lin-nabiyyi
ose s'm kujtohet arabisht, mirë po e përmendi shqip. Nuk I takon pejgamberit që të ketë robër, hatta yuthkhina fil ard, derisa ti dërmoj armikun për tokë. Turiduna arada al-hayati dunya wallahu yuridu al-akhirah. Ju e doni shpërblimin e dunjas, ndërsa Allah subhanahu wa taala e don për ju pra shpërblimin e ahiretit. Edhe Allahu xhallu ala ose mendimi I Omerit në këtë rast pajtohet me atë çka I ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur vjen të nesërmen, Omer radhiyallahu anhu te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e gjen Ebu Bekrin, edhe e gjen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke qarë. E thot, tregoni pse qani, ta di, nëse s'm tregoni se pse qani do qaj vet. Për shkak se juve ju do ju parë se qani. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dënimi I Allahut ka qenë, do të thonë shumë afër sikur se është kidruri këtu, që të na kapluje për shkak se nuk I kemi marrë mendimin tonë. Pra mendimin tonë që këta robër të luftës pra të vrite. Mirë po, kur jemi te çështja e robërve të cilët u kapën, edhe e cila ndërlidhet me çështjen e niyetit, edhe ndërlidhet me rastin cilën pak më herët edhe e përmenda, është rasti ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka marrë mendimin e sahabëve, normal e ka marrë mendimin, mirë po e ka zgjedhur mendimin pikërisht mendimin e Ebu Bekrit për të cilin I ka thënë, edhe ja ka përmendur Ebu Bekrit, o Ebu Bekr, ti ma kujton Isain alayhis salam, I cili është një ajet përmendet në faqen e fundit të surës Al-Maide ku thot in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta ghafurur rahim. Pra e tregon thënien që e ka thënë Isa alayhis salam. O Zot, nëse ti I dënon këto, ato janë robrit e tu prapse prap. Nëse I fal ato sërish janë robrit e tu. Nëse I dënon prapse prap ti je pra edhe falës edhe mëshirues. Pra ke mundësi që edhe ti falish pra edhe ti dënosh. Pra edhe e përngjason pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Abu Bekrin me ka e përngjason me Isain alayhis salam, ndërsa I thot Omerit radhiyallahu anhu, ti I përngjason Nuhit alayhis salam, I cili ka thonë në surën Nuh, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara, o Zot, mos lin shtëpi qafirave përmbi sipërfaqen e tokës. In tadharhum yudhillu ibadik, nëse ti I len ato kanë me I devijuar robrit e tu. Pra, kur jemi te çështja e niyetit, ka qenë një mesin e tyre Abasi I cili më herët e ka fshehur islamin e tij. Nuk e ka pat publik, edhe kur e marrin edhe pyetin çka të ka, pse e bën këtë vepër, pse dole me këto jo besimtarët që të na luftosh në Bedër. Oj dërgori Allahu thot, kam qenë I detyruar, s'kam pat rrugdalje tjetër, më kanë marrë me zort. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e trajton atë si musliman, edhe I thot sa për islamin tond Allahu është I dijshëm. Ndërsa vepra ite ka qenë kundër neve. Edhe ne si besimtar, edhe si musliman, edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ne jemi të obliguar të gjykojmë ndaj njerëzve mbas asaj çka e shohim, jo të gjykojmë zemrat e njerëzve. Filani është kështu, filani ka zemrën kështu, jo. Ose filani e pat niyetin kështu ose ashtu, jo. Nuk gjykojmë ndaj njerëzve kështu. Gjykojmë ndaj njerëzve çka shfaqin, hapta sa të gjykojmë. Nuk ka gjykojmë brendit e tyre, se nuk është çështja jon pra të gjykojmë për brendit e njerëzve. Pra, për sa I përket këtij hadithi, na e bën me dije se sa I rëndësishëm është niyeti. Pjesa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë në fund, pra ringjallen këta njerëz të cilët kanë qenë në safin, pra në kujt, në safin e jo besimtarëve. Edhe do ringjallen sipas nijeteve të tyre. Ai e ka pat nijet, ndoshta vepra e tij duket se ka qenë kundër neve plotësisht. Mirë po Allah subhanahu wa taala është ai I cili ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allahu e din atë çka njerëzit e fshehin, Allahu subhanahu wa taala e din atë çka kemi ne në çka e fshehin gjoksat tona kështu më radh. Pra Allahu e din krejt çka kemi në brendin tonë, ende pa mos më shqiptuar fjalën Allahu subhanahu wa taala e din se çka kemi të thonë, Allahu subhanahu wa taala e din brendin tonë. Allahu Zoti jon, krijuesi jon. E si mundet ai që mos na di neve se çka kemi bën, çka bëjmë dhe çka do të bëjmë pra në të ardhmen, pasi që Allah subhanahu wa taala edhe për emrat e cilësive të atij është, sa është I gjithdijshëm, pra din çdo gjë edhe ka në kontroll çdo gjë edhe mbikëqir pra çdo gjë. Është hadithi I radhës, të cilin po ashtu edhe transmeton Buhariu edhe Muslimi, I cili është transmetohet prej Aishës radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, s'ka la hijrate ba'da al-fath. Pra s'ka hijret pas çlirimit, por ka xhihad edhe në jetë. Dhe kur t'ju thuhet dilni luftë, pra dilni. Pra këtu përfundon hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili po ashtu është hadithi I vërtetë që e transmeton Buhariu edhe Muslimi. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thënë
s'ka hijret pas çlirimit. Çlirimit kujt? Është për qëllim çlirimi i Mekës. Çka paraqet hijreti? Hijret në atë terminologjinë shariatike, kalimi prej një vendit i cili jo vend, jo musliman për në një vend i cili është musliman. Më thonë kjo në vija të trasha, kjo është kuptimi i hijretit. Pra ka lloj-lloje të hijretit. Në përgjithësi hijreti për cilin ka ardhur ajetet kuranore dhe hadithet të cilët flasin këtë temë është hijreti prej në asaj që është darul kufër për në darul iman ose darul islam. Do thonë prej në vendin i cili mbizotron kufri për në vendin i cili është vend islam, ku ka mundësi njeriu që ta zbatoj dinin e vet në mënyrë të lirë. Do thonë që ti zbatoj simbolet e islamit, që ta fal namazin ose ta thret ezan ose ti veproj ato vepra të cilat kërkohen me mënyrë obligative për njeriu. Pra kjo është ajo që quhet hijret. Pra thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka hijret pas çlirimit. Pas çlirimit është për qëllim pra çlirimit të Mekës, mirë po thot, çka nën kupton kjo? Kjo nën kupton se edhe ajetet e shumta të cilët kanë ardhur në këtë kontekst, sidomos ajetet të cilët flasin për xhihadin edhe për hijretin, pra për shpërnguljen, ku thot Allah subhanahu wa taala, la yastawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Nuk janë të barabartë ata të cilët kanë luftuar përpara çlirimit Mekës, sikurse ata të cilët kanë pranuar islamin pas çlirimit. Këto të cilët kanë pranuar islamin edhe kanë pranuar islamin shumë më herët, edhe kanë bërë luftë, edhe kanë bërë hijret përpara se të çlirohet Mekja. Padyshim se shpërblimi i tyre është i madh në krahasim me ata të cilët e kanë pranuar islamin pas kujt? Pas çlirimit të Mekës. Edhe thot Allah subhanahu wa taala, alladhina hajaru wa jahadu ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Ata të cilët bën hijret, pra u shpërngulen edhe bën xhihad për hir të Allahut xhelalu ala, ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Të tillët i kanë derexhet e larta te Allahu subhanahu wa taala. Pra hijreti në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte fars. Ishte obligative. Pse? Pse muslimanët kur ishin në Mekë, ishin subjekt persekutime, tortura, grabitje të pasurisë, bojkotim. S'kish mundësi që njeriu ta jetojë jetën në mënyrë normale. Madje kishin edhe persekutime, edhe tortura e kështu me radhë, ka patë edhe normal, ka patë edhe vrasje. Pra ka qenë vend i rënd për ta shfaqur pra njerëzit imanin e tyre. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Mekë, ti je dashur për mua, sikur mos më kishin nxjerr popullit prej teje kisha dal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka desh Mekën. Mirë po, kur nuk janë kushtet për jetesë, s'ke çka të bësh. Është detyruar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vendi i cili është më i dashur te Allahu, vendi i cili është më i dashur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është detyruar që ta lanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vatanin e tij, edhe që më pastaj të kthehet pra si fitimtar në këtë qytet të bekuar. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, la tanqati al-hijra hatta tanqati at-tawbah. Pra nuk ndalet hijreti si dispozit flasim. Nuk ndalet hijreti ose nuk këputet hijreti ashtu sikur se nuk këputet dera e tobes. Pra dera e tobes, dera e pendimit gjithmonë është e hapur. Për këtë arsye edhe hijreti pra vazhdon që të jetë si dispozit shariatike. Mirë po pjesa e hadithit ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nuk ka hijret pas çlirimit, por ka xhihad edhe në jetë. Pra ka xhihad për atë i cili lufton që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta. Është edhe i shpyetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush është ai i cili lufton fi sabilillah rrugën e Allahut? Ka thonë ai i cili lufton që fjala e Allahut subhanahu wa taala të jetë më e larta, pra ky është ai i cili është pra bën xhihad për hir të Allahut xhallahu ala. Do të thonë kur ka thonë te ky pjesë e hadithit, por ka xhihad edhe në jetë. Do të thonë niyeti për xhihad vazhdon. Edhe pse ju o banor të Mekës, tash për ju s'ka hijret. S'ka tash hijret, pra banorët e Mekës vinë të shpërngulen, për arsye se Medinja ishte çliruar, u çlirua edhe Mekja, edhe pritej që i tërë gadishulli arabik, pasi që këto qytete kryesore ranë, kanë me ra edhe qytete tjera për rreth. Edhe ishte, edhe normale, sipas asaj strategjisë ushtarake, por ranë qytetet e mëdhaja, padyshim se kanë me ra edhe qytetet e vogla. Ndërsa niyeti për xhihad ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, niyeti për xhihad vazhdon. Pra kur do të ketë nevojë dhe idha stenfirtum fenfiru, edhe kur t'ju thuhet dilni o ju banorët Mekës, kur t'ju thuhet dilni për luftë, pra dilni.
Pra xhihadi si dispozite Allahu xhela ala, pra vazhdon ashtu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el jihadu madhin ila yawm el qiyamah. Xhihadi vazhdon deri në ditën e Kiametit. Pra për këtë erdhi edhe prej qortim prej Allahut subhanahu wa taala. Kur jemi te çështja e njerëzve të cilët nuk bën hijret në ato momente kur ishte obligative për ato, Allah subhanahu wa taala i qortoi edhe atë shumë rënd. Pra, zbresa jetë kuranor për dikon vallahi është shumë e frikshme. Thot Allah subhanahu wa taala: Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, dhe atyre të cilët u amorën melekët shpirtrat, të cilët i kishin bën padrejtësive të tyre. Qalu fima kuntum, ju me ka ishit, në cilën palë ishit? Qalu kunna mustadafina fil ard, ishim të dobët në tokën, kemi pat mundësi, pa mundur. Qalu lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. A nuk ishte toka e Allahut e gjerë që ju të bani hijret, që ju të shpënguleni? Fa ulaika ma'wahum jahannam, për të tillët është vendi i xhehenemi, wa sa'at masira, sa përfundim i keq pra që është. Pra këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve po ashtu se na tregon për rolin të cilën e ka pat hijreti, rolin të cilën e ka pat xhihadin në përditshmërinë e sahabëve dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për sa i përket niyetit. Pra niyeti për xhihad, pra edhe për vazhdon edhe në të ardhmen, pra vetëm që njeriu të jetë i sinqert me Allahun subhanahu wa taala në të gjitha veprat të cilat i bën. Jo rastësisht ka ardhur këtu në këtë hadithe është përmendur pra niyeti i qartë edhe niyeti i pastër dhe i çiltër për një ibadet madhështor, sikur se pransh hijreti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala edhe lufta në rrugën e tij. Edhe hadithi i fundit pra është një hadith i shkurt, të cilin e transmeton Muslimi prej Jabir ibn Abdullah al-Ansari, thot: ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një ekspeditë ushtarake. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ne kemi burra kur ju merrni udhtim dhe shkelni lugina, përveç se ata janë me ju, por i ka penguar smundja. Pra i ka penguar smundja që t'jenë me ju. Pra nësa në një transmetim tjetër thuhet, edhe ata janë pjesëmarrës në shpërblim sikur se jeni edhe ju, në më thënë pjesëmarrës në këtë shpërblim të cilin e keni marrë. Pra ky është po ashtu një hadith madhështor i cili na tregon neve për rëndësinë të cilën e ka niyeti. Pra kur për sa i përket kësaj ekspedite, e cila këtu përmendet në këtë hadith, është për qëllim ekspedita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për në Tebuk. Pra Tebuku prej Medines i ka diku mbi 800 km. Pra janë nisur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ushtrinë e vet për në Tebuk, në pikën e nxehtit. Edhe janë nisur për në atë ekspeditë, mirë, po jo çdo kush ka pas mundësi që të dale. Dikush ka qenë i smur, dikush s'ka pat mundësi, dikush ka qenë i dobët, dikush s'ka pat mundësi materiale, dikush s'ka pat kafsh, do të thonë kal ose deve për ta bartur e kështu me radhë. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një hadith tjetër: kur sëmuret robi që udhton, i shkruhen veprat sikur se ai është i shëndosh. Pra nëse një njeri sëmuret ose është udhtar, i shkruhen veprat e mira sikur se me qenë pra i shëndosh dhe sikur se me qenë vendali. Pse? Pse Allah subhanahu wa taala e di se sikur kit ishte i shëndosh, padyshim se do kishte bën këtë vepër sikur se gjithmonë. Mirë po, ja që e ka penguar kush? E ka penguar smundja, e ka penguar domethënë x shkaqe. Në këtë hadith tregohet edhe çiltërsia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastërtia shpirtërore që të cilën e ka pasur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i cili është shembulltir për secilin prej neve. Pra ishte betejë e Tebukut për një vend të largët, pra 800 km në atë kohë. 800 km tash nëse i thuj dikujt me aeroplan nuk është kollaj çkush. Me vetur nuk është është endema rond me vetur. Mirë po, ata çka herë në kamp, herë të hipur deri pra u nisën për në Tebuk në këtë largësi të gjatë, në fund të së cilës do u dashte që të përballohen me armikun. Jo vetëm të shkojë ta pini kafe dhe të vi. Jo, po të përballohet me armikun, pra me një armik pa me numër të madh. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju dha hapësirë sahabëve që të shprehin diç, të flasin diç me të cilën ata do e kishin kompromituar veten e tyre. Pse? Ju tha këtyre, ju këtë rrugë të cilën jeni duke e bën, është e lotshme. Mirë po ne kemi vëllezër tonë të cilët janë në Medinë.
Edhe ata, sikur të kishin mundësi dhe kishin edhe shpërblimin e kanë sikur se ju. Pse? S'kan mundësi. S'kan mundësi që t'jenë me ne, për atë dhe s'janë me ne. Ashtu që mos ju shkojë ndërmend, sa vetjerë thonë, pse be filani nuk dul? Unë e gjeta vakët, ai s'gjet vakët. Unë e gjeta kale, ai s'gjet kale. Unë gjeta vetura, ai s'gjet. Jo. Nuk ju ka lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hapësirë hiç. E ka përmendur, ka thënë ne kemi vëllezër në Medinë, të cilët kanë qenë gjithmonë me ne. Mirë po për shkaqe i ka penguar shëndeti, pamundësia e tyre, x shkaqe. Pra, ashtu që mos flasin diçka me të cilën do të kishin paragjikuar për vëllezërit e tyre në Medinë. Pra kjo tregon çiltërsinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe atë metodologjinë të cilën i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta mbajtur komunitetin musliman. Sepse besimtarin përgjithësi, edhe kur nëse ka eventualisht gabim, e mbulon. Nuk mundohet domethënë që ta përhape një gabim edhe ta përçajë safin e muslimanëve. Edhe nëse ndodhen ndonjë gabim, mbulohet, nuk ka problem. Mbulohet, sepse me këtë formë të asaj mbulimi që ne ja bëjmë vëllai musliman ose motrat muslimane, padyshim se kjo ndikon në përgjithësi në shoqëri, ndikon që kjo shoqëri pra të ruhet edhe mos bëjnë, mos bie në gabime, sepse një gabim ka me nxjerr një gabim tjetër. Ti e transmeton një fjalë, asaj fjale dikush ka mishtuar edhe fjalë tjetër e kështu me radhë. Edhe thot Allahu subhanahu wa taala: La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal-mujahidin fi sabilillah. Sion të barabartë ata prej besimtarëve të cilët qëndruan me ata të cilët pra bën xhihad. Edhe tha Allahu subhanahu wa taala: Wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dhe Allahu i ngriti luftëtarët mbi ata të cilët qëndruan me shpërblime pra me grada të larta. Pra të arsye vëllezër ndershëm, kërkohet gjithmonë sinqeriteti në çdo hap të jetës tonë. Sikurse në namaz, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fol për namazin, ka thonë mas shumë ti çka kanë frikë, shirkun e mçefët. Ka thonë shirku i fshehet ose riaja. Ta bëje njeriu një vepër për syfatësi, sikurse për shembull ta zbukuroje namazin për tu pa prej dikujt. Pra, kërkohet sinqeriteti në namaz. Kërkohet sinqeriteti në sadaka. Pra të jemi të sinqert gjithmonë, ti bëjmë jo për syfatësi, po për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, sadaka e më e mirë është ajo kur epet djathta, nuk e sheh majta se çka ka dhënë e djathta, ose në çdo aspekt të jetës, sikurse edhe në kërkimin e diturisë. Ka një prej transmetime prej dietarëve të hershëm thotë: talabna al-ilma li ghayri Allah fa aba al-ilmu an yakuna illa lillah. E kërkuam diturinë jo për Allah, mirë po refuzoi dituria që të jetë përveç se për Allah. S'ta dhon dituria derisa ta bësh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ibadet, më thonë, sinqeriteti kërkohet çdo ibadet, në namaz, në zeqat, në sadaka, madje edhe në agjerim. Ka një transmetim prej Ibn Abi Adi thot: agjeroi Davud ibn Abi Hindi 40 vite thot. As kush nuk e dinte se agjeron, as familje vet nuk e dinte se agjeron. Çdo ditë kur dilte për në punë e merrte ushqimin me veti. Edhe për rrugë e jepte dikujt tjetër. Familje vet nuk e kanë ditë se ky është agjerues. Se është kthyer dikur vonë, ka dalë, më thënë para dreke, është kthyer sikur se kthehen burrat në mbrëmje. Edhe ushqimin e ka marrë me veti. Mirë po e ka ruajtur sinqeritetin. Nuk ka bëhet më thënë ta tregojë ki ti qesë ja ditë hurma në siret edhe të thotë tregojë se unë jam agjerueshëm sot e kështu me radhë. Jo, 40 vite kërkush se ne ka hetuar. Ndoshta e ka hetuar ndonjë shok i cili e ka pa. E ka pa edhe më thënë e ka transmetuar këtë. Familje vet se këndij se ki 40 vite me radhë është agjerues. Por se ushqimin e ka ndalë, më thënë për udhë dikujt ja ka dhënë aty dhe u kri puna, vazhdon jeta. Kjo tregon çiltërsi, kjo tregon sinqeritet. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që të na jep sinqeritet në çdo vepër tonë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë sinqeritet ose këto vepra tona të cilat i kemi bërë për hir të Allahut, Allah subhanahu wa taala të na ruajë. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.